Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar mësohet se ka regjistruar emrin e ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku si person nën hetim me ndyshimet për veprën penale të shkeljes së barazisë në tendera. Numri 2 i qeverisë Rama 4 mësohet se është thirrur në prokurorinë e posaçme të hënën mbi bazën e një shkrese që mban firmën e prokurorit të posaçëm Dritan Prençi. Burimet bëjnë me dije për News 24 se fletëthirja është dorëzuar zonjës Balluku në adresën e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe në këtë fletëthirje burimet konfirmojnë se zonjës Balluku i bëhet me dije se në momentin e paraqitjes në prokurorinë e posaçme duhet të jetë shoqëruar nga një avokat, çka në raste të tilla paralajmëron se mund të komunikohet edhe akuzë penale, ndonse prokuroria e posaçme deri në këto momente, pavarësisht kërkesave për informacion të drejtuar nga News 24, nuk ka bërë komente lidhur me rastin. Por gjithashtu nisur nga ecuria e kësaj çështje dhe hetimeve. Kjo mënyra se si zonja Balluku është thirrur, nënkupton se me gjas prokuroria e posaçme do ta ushtrojë ndjekjen penale ndaj saj në gjendje të lirë dhe pa mas sigurie. Në këtë mënyrë, prokurorët do të mund të shmangin edhe kërkesën për autorizim në Kuvendin e Shqipërisë. Sikurse thash, SPAK deri më tani është tejet i rezervuar për të dhënë detaje lidhur me çështjen penale për të cilën po e heton zonjën Balluku, por duhet theksuar se zëvendës kryeministja dhe Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë është kallëzuar për disa çështje penale në këtë institucion, si nga individ ashtu edhe nga opozita, ndër të tjera edhe për tunelin e Llogaras, ku nga të dhënat e bëra publike përmes burimeve të hapura, rezulton se vlera e tenderit që u fitua në fund nga një kompani turke u rrit me afro 50 milion euro. News 24 për hir të transparencës ju drejtua sot zyrës së shtypit të ministres Balluku dhe zëvendës kryeministres për ta pyetur nëse zonja Balluku do t'i përgjigjet fletëthirjes së prokurorit Dritan Prençi apo për arsye të angazhimeve shtetërore dhe qeveritare mund të caktojë një datë tjetër për t'u paraqitur në këtë institucion. Deri në këto momente, zyra e shtypit e zonjës Balluku nuk i është përgjigjur News 24. Gjithashtu, News 24 ju drejtua me shkresë zyrtare zyrës së shtypit pranë kryeministrit, që deri në këto momente edhe kjo zyrë shtypi përmes kontaktit me zonjën Manjola Hasa nuk ka bërë asnjë koment. Pyetja drejtuar zyrës së shtypit në kryeministri ishte pikërisht kjo. A është e angazhuar zonja Balluku në aktivitete apo vizita zyrtare jashtë vendit të hënën e datës 27 tetor dhe a do t'i përgjigjet apo jo ajo fletëthirjes së prokurorisë. Megjithatë, deri në këto momente, si Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, ashtu edhe zyra e kryeministrit nuk kanë bërë komente lidhur me rastin. Çka do të thotë që ende nuk është e qartë nëse zonja Balluku do të paraqitet të hënën në prokurorinë e posaçme apo mund të caktojë një datë tjetër. Por, sikurse theksova më lart, hetimet me sa duket të paktën sipas burimeve ende jo zyrtare kanë derivuar nga një çështje tjetër që ka të bëjë me një nga ish-varësit e zonjës Balluku, pikërisht zotit Eviz Berberi, i cili është arrestuar më herët për disa vepra penale dhe aktualisht është duke u hetuar në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Dy janë pyetjet që shtrohen sot. A do të paraqitet zonja Balluku? Është pyetja e parë që do duhet të marrë një përgjigje zyrtare nga ana e zonjës Balluku, por edhe institucioneve të tjera. Dhe së dyti, a do të vijojë zonja Balluku të jetë në të njëjtat pozicione, pra si zëvendës kryeministre dhe si ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë, apo do ta vijojë këtë betejë me drejtësinë pa ndihmën dhe mburojën e Partisë Socialiste. Duhet kemi parasysh që Belinda Balluku e ushtron detyrën e zëvendës kryeministres prej korrikut të vitit 2022, ndërkohë atë të ministres së Infrastrukturës dhe Energjisë që prej janarit të vitit 2019. Zonja Balluku ishte drejtuese politike e qarkut fier, ku në zgjedhjet e 11 majit fitoi 12 mandate deputetësh. Ndërkohë, lidhur me atë çfarë ju pyetët në fillim, konfirmohet zyrtarisht nga ana e prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, që përgjatë 24 orëve të fundit janë ushtruar kontrolle në banesat dhe zyrat e 2 prej bashkëpunëtorëve më të ngushta të zonjës Balluku, të cilat me sa duket janë të përfshirë në këtë çështje, e po ashtu prokuroria e posaçme është duke vijuar hetimet për të gjithë rrethin e personave të ngushtë të zëvendës kryeministres. Po ashtu, burimet konfirmojnë se është ushtruar kontroll edhe në një zyrë
por mbetet e paqartë nëse bëhet fjalë për zyrë kontabiliteti, avokatie apo një zyrë tjetër, por është një ambient zyre që po ashtu është ushtruar kontroll. Sikur se thash, hetimi dhe ndjekja penale është duke ushtruar nga prokurori i posaçëm Dritan Prenqi, i cili deri në këto momente, pavarësisht tentativeve të News 24, ka qenë i padisponueshëm për koment, e po ashtu prokuroria e posaçme nuk ka bërë komente lidhur me këtë rast. Tashmë do duhet të pritet nga ana e jo vetëm medias, por dhe mbar opinionit publik për të parë nëse zonja Balluku do t'i përgjigjet kësaj fletëthirrje të dërguar për të paraqitur në SPAK në datën 27 tetor 2025, pra të hënën. Hetimet janë duke vijuar, patjetër që unë e theksova dhe më herët, ka një sër kallëzimesh penale të cilat janë duke u verifikuar nga ana e SPAK e nuk bëhet konkretisht me dije se cila është çështja konkrete për të cilën emri i zonjës Balluku është regjistruar si person nën hetim. Nuk bëhet e ditur çështja konkrete, po këta 2 bashkëpunëtorët apo 3 bashkëpunëtorët për të cilët ju thoni SPAK thot se ka ushtruar kontrolle, për çfarë bëhet fjalë? Pra, këta 2 persona apo 3 persona, bashkëpunëtorë të zonjës Balluku, përse janë kontrolluar, për cilën çështje, nëse mund ta bëjmë ne pastaj lidhjen? Atëherë, nga informacionet e deritanishme, rezulton se çështja ka derivuar nga një hetim i nisur ndaj ish kreut të autoritetit rrugor shqiptar, zotit Eviz Berberi, i cili është arrestuar më herët me urdhër të SPAK dhe është tashmë nën akuzë zyrtare dhe po gjykohet në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar për akuzat e korrupsionit, shkeljes së barazisë në tendera e po ashtu akuzat të tjera që lidhen me pasurinë e tij. Nga ana tjetër, në kuadër të kësaj çështje kanë derivuar disa çështje të tjera që kanë të bëjnë me kryebashkiakun e Shkodrës zotin Benet Beci e po ashtu edhe me zyrtarë të tjerë të lartë, të cilët aktualisht janë të marrë të pandehur dhe po gjykohen, sikurse është zoti Gentian Gjyli në gjykatën e posaçme apo zyrtarë që kanë të bëjnë me detyrat e ushtruara në OSHE apo kesh. Fakti që zonjës Balluku i është bërë me dije që po hetohet për veprën penale të shkeljes së barazisë në tendera, pikërisht ka të bëjë me tenderat, por ende është e paqartë se cili është tenderi konkret që zonja Balluku ka kryer shkelje, të paktën sikurse thuhet deri më tani. Por duhet të evidentoj 2 momente, Ola. Së pari, zonja Balluku deri më tani ka vetëm statusin e personit nën hetim. Fakti që ajo është ftuar në prokurorinë e posaçme ditën e hënë të jetë shoqëruar nga një avokat, nënkupton, të paktën nga praktikat e mëhershme, që në momentin që personat thirren të shoqëruar nga avokat, mund të komunikohet apo bëhet me dije një akuzë penale. Në rastin konkret, dyshimet janë që zonjës Balluku me gjas mund t'i komunikohet akuza ose vepra penale e shkeljes së barazisë në tendera kryer në bashkëpunim. Së dyti, duhet theksuar që në momentin që i komunikohet një akuzë penale duke u shmangur rruga e parlamentit, pra pa kërkuar autorizim për ndonjë mas të mundshme sigurie, kontroll personal që nënkupton telefonin, kontrollin e zyrës të banesës apo automjetin, duke qenë se është pronë e Kuvendit të Shqipërisë dhe zonja Balluku në rastin konkret gëzon imunitetin e deputetes, kjo nënkupton që prokuroria e posaçme me sa duket ka zgjedhur që t'ja komunikoj akuzën nëse zonja Balluku do të paraqitet ditën e hënë, sepse kjo nuk është e konfirmuar ende, pavarësisht se unë ju thash News 24 ju është drejtuar të gjitha institucioneve përkatëse me shkresa zyrtare, automatikisht SPAK-u ka zgjedhur të kryejë një hetim pa patur një mas sigurie, të paktën deri në këto momente. Më pas hap pas hapi duhet parë se si do të derivojë kjo çështje, nëse ka persona të tjerë nën hetim, sikurse thash, 2 zonja, sepse janë të dyja kontrollet janë ushtruar tek 2 zonja dhe një kontroll i tretë në një zyrë, konsiderohen si bashkëpunëtoret më të ngushta të zonjës Balluku gjatë kohës që ajo ushtronte detyrën dhe ushtron aktualisht, po derisa u rikonfirmua, ushtronte detyrën e ministres së infrastrukturës dhe energjisë. Njëra prej zonjave më është konfirmuar që aktualisht nuk është më në detyrën e mëparshme në pozicionin që ka patur, por për shkak të lidhjes me zonjën Balluku dhe për shkak të bashkëpunimit, absolutisht për shkak të punës, është ushtruar kontroll në banesën e saj dhe po ashtu në atë banesë janë marrë sende të cilat sipas hetuesve të BK-s, dhe kanë qenë 3 hetues që kanë ushtruar këto kontrolle, mund të jenë sende apo prova të vlefshme sa i përket të hetimit. Patjetër që kjo është një çështje në fazat e saj të para, çka nuk kupton
që në ecurinë e saj mund të ketë shumë detaje të reja të cilat mund të dalin në dritë hap pas hapi. Por duhet theksuar vetëm një moment që zonja Balluku është autoriteti ose funksionarja më e lartë e cila vihet në hetim për sa kohë është në ushtrim të detyrës si zëvendës kryeministre e po ashtu si ministre e infrastrukturës dhe energjisë, që u rikonfirmua në këto dy detyra të rëndësishme dhe që mund të konsiderohet pa frikë si numri 2 qeverisë shqiptare pas një suksesi që pati në qarkun e Firit, ku ajo siguroi 12 deputet në këtë qark dhe ishte fitoria më e thellë që kishte marrë ndonjëherë Partia Socialiste në qarkun e Firit, edhe pse duhet thënë që qarku i Firit është njohur gjithmonë si bastioni socialistëve, po zonja Balluku e thelloi diferencën në mandatet e deputetëve shumë më tepër se sa të gjithë paraardhësit e saj dhe për shkak të numrit të lartë të deputetëve, me sa duket, zoti Rama e rikonfirmoi në detyrën e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë dhe patjetër, parë në këtë aspekt, ajo është funksionarja dhe zyrtarja më e lartë publike dhe në qeveri që ka aktualisht emrin e saj të regjistruar në regjistrin e veprave penale. Do duhet të presim tashmë ecurinë e këtij hetimi për të parë edhe për të mësuar më shumë rreth fatit të zonjës Balluku. Edhe një detaj tjetër, fletëthirrja që i është dërguar zonjës Balluku nga SPAK, ku i kërkohet të paraqitet me avokat, e specifikuar në përmbajtjen e saj, apo jo? Nuk shpjegon arsyen se përse duhet paraqitet? Në fletëthirrje kanë fjalën. Atëherë, fletëthirrja, sikur se thash, është dërguar në adresën e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë ditën e martë. Çka do thotë, Korrieri ka marrë konfirmimin që është marrë dieni nga protokolli i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Dhe sipas ligjit, zonja Balluku ka të drejtën për arsye ose për shkaqe që lidhen me detyrën e saj, të mund ta shtyjë vetëm një rast duke pretenduar dhe duke arsyetuar përpara prokurorit të posaçëm që po ndjek dhe po ushtron hetimin penal ndaj saj, që arsyeja që nuk do të paraqitet, nëse kjo do të ndodh, është shumë madhore dhe vjen për arsye shtetërore dhe qeveritare. Në momentin që zonja Balluku arrin t'i provoj prokurorit të posaçëm dhe strukturës antikorrupsion, që e ka në pamundësi për shkak të angazhimeve të paracaktuara më herët se sa ka marrë këtë fletëthirrje në duar si funksionare dhe drejtuese e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, prokurori sipas ligjit është i detyruar t'i caktojë një datë të dytë që zonjës Balluku t'i bëhet me dije që të vijë në prokurorin e posaçme. Ka dy mundësi, së pari mund t'i komunikohet sipas ligjit që është personën e tim dhe në momentin kur i komunikohet që është pra dienia ose statusi ligjor, automatikisht në rastin konkret dhe në rastin e zonjës Balluku duhet jetë i shoqëruar nga një avokat, sepse çdo fjalë e thënë si personën e hetim të nesërmen mund t'i përdoret kundër saj dhe kundër çdo personi në hetim, dhe patjetër praktika ka treguar që kur funksionarët janë paraqitur të shoqëruar me avokat, u është komunikuar edhe akuzë penale. Dhe së dyti, sikurse po shpjegoja procedurën, nëse zonja Balluku më pas edhe në fletëthirrjen e dytë nuk paraqitet, ka mekanizma që i zgjidh ligji përmes urdhërimit me gjykatë që ajo të paraqitet dhe t'i komunikohet akuza nëse do të jetë kjo fazë e hetimit në raport me të.